Gjumon në fali pe vëzhlimit e falin, se keme tradit, e keme babë gjush, e katra gjush, imi haxhi, e hoxhe. Njeriu duhet ta di një gjë, ta di se pse ka ardhur në këtë botë. Pikërisht ka ardhur për ta adhuru Zotin, hiç më shumë. Shënjestër.net. Do këtë si me loj bësht mal me pa dikuj bësht. Do këtë si me loj bësht mal. Mas shpinë më heket diçka ku të falna, ku të vinë gjumon. Më e mirë është marrë mu falë. Gjithë rinia marrë mu falë, mas të mirë të është që kja. Për tonë, për gjësi. Rruga më e mirë është që kja. S'ka që të rrugë. Zotit vetë që kja. Marrë në gjami. Gjumon e fali që shumë janë 25 vjetë. Përgatitja për gjumon, mase për besimtarin dihet ajo se çfarë thuhet për te, thuhet se ti je i gatshëm, i përqendruar, i pastër, pastrohesh mirë, performohesh mirë, edhe nisesh i gëzuar të shkosh deri te vendi i caktuar te xhamia, aty bashkangjitesh xhamatit edhe ta ndëgjosh hutbën e imamit. I ndjen i veçantë sepse ti vetë komunikon me Zotin, me Allahun Gjeleshanu, kështu që njehet i çliruar, njehesh i shkarkuar prej stresit. Njeriu duhet ta di një gjë, ta di se pse ka ardhur në këtë botë. Pikërisht ka ardhur për ta adhuru Zotin, hiç më shumë. 16 vjet domethënë që falem edhe në këtë xhami domethënë e kom rri edhe pe periudhës që kon kamarohet, pe periudhës që kon ka ndërtohet. Akun ajo shtëpia ku që ka mbrapa aty mi fal përpara para se mu marrë xhamia. Jo më rrit praktikisht domethënë në këtë xhami, në këtë vend, në këtë qytet, na përcjellim sunetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, domethënë çohem, dërgojmë salavat sa më shumë, marrim gustull, pastrohem domethënë, parfymosemi, veshim rrobat më të mira, edhe vim për xhumo, lexojmë surën Kaf, dëgjojmë hutbën, është ditë feste domethënë, sa orë vjen xhumoja kem parasysh se është ditë feste. Po ndihem në mënyrë tillë, ditë feste, edhe e dim se është problemi shumë i madh. Po nuk krahasohet kurrë domethënë me një xhumo, me një falë, me një hutbë që dëgjon këtu domethënë. Nuk ka krahasim me diçka tillë. Unë namaz foli për moshës 7 vjeçare. Ke xhami jam prej që është ndërtuar domethënë. Parafërsisht 12 vite, një muaj 12 vite. Xhumoja më bën mundi shumë mirë për shkak se është festë javore. Është shumë e rëndësishme për mua si besimtar, si musliman, po ashtu edhe për rrethin edhe komunitetin në tërësi. Edhe xhumoja më bën mundi pak më ndryshe, më i lirë, më i qetë, edhe domethënë mush për pozitivitet edhe për vikendin edhe javën tjetër që vjen vim. Marr xhami edhe më provu vetë, më fal namazin, edhe më pas se sa mirë të bën mundi namazi edhe sa mirë të bën domethënë edhe rrethi, edhe komplet xhamati i xhamis, edhe me shiju mbëlsinë e imanit, besimit. Mendoj që është shumë e rëndësishme. Shënjestër.net